Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut Izet Mexhiti njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve. Ballafaquar situatën në ato momente kur qenë në komunë, me njerë domethënë kemi mbledh shtabin e emergjencës, jemi ballafaquar me situatën, fatmirësisht nuk ka dëme në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komuna tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar, domethënë ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, Qendra, Aerodromi, zi tjera. Duhet falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit, edhe zjarfikësat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu e vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Instituti i Kosovës për drejtësinë zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismë do të kërkohet që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i paras publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuesi i lartë Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend në vitin së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se 2 ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës Kosovës. Bota. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk është i gatshëm që të arrijë një marrëveshje dhe për këtë do të paguajë çmim. Çmimi që do të paguajë Irani do të bëhet gjithnjë më i madh çdo natë derisa të vinë në vete, tha Rubio në prag të samitit të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore që po mbahet në kryeqytetin e Filipineve në Manila. Ai shtoi se infrastruktura industriale e Iranit është shkatruar dhe se vendi ka psuar dëme për miliarda dollarësh. Rubio foli edhe për situatën në Yemen, duke thënë se rebelët Houthi janë mashtruar nga Irani dhe se do të kontribuojnë në uljen e tensioneve, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për marrëveshjen e paralajmëruar me Arabinë Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore dhe civile. Rubio tha se pas publikimit zyrtar dokumenti duhet të kalojë procedurën e njoftimit në Kongresin Amerikan. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e 21 të sanksioneve kundër Rusisë. Së shpejti pritet të nisë procedura me shkrim për miratimin e saj, kanë bërë të ditur diplomatët europian. Pika e fundit e diskutueshme që lidhe me propozimin për ndalimin e furnizimit me gaz rus drejt vendeve të treta është zgjidhur përmes një periudhe të gjatë kalimtare, deklaruar dy diplomatë europian. Vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që për një vit të ngrinë kufirin maksimal të çmimit për naftën e papërpunuar ruse. Greqia fillimisht kundërshtoi propozimin për ndalimin e kompanive europiane që të transportojnë gazin rus drejt të blerësve jashtë bllokut, duke argumentuar se kjo masë i kalonte marrëveshjet e mëparshme të liderëve të Bashkimit Evropian dhe se nuk do të ishte efektive, pasi anijet mund të riregjistroheshin lehtësisht në vende të tjera. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.